Kinematografia shqiptare është në zi pas ndarjes nga jeta të aktorit të mirënjohur Birçe Hasko, në moshën 84 vjeçare. Ai ishte një prej emrave më të dashur të skenës dhe ekranit shqiptar dhe u dallua për interpretimet e tij autentike dhe karakteret popullore që solli me mjeshtri në teatr dhe film. Prolegi zoti Maliq, është si punë e këtij shkopit. Birçe Hasko lindi me 15 mars të vitit 1942 në Dukat të Vlorës. Fillimisht punoi si mësues dhe drejtor shkolle në disa zona të jugut të vendit, përpara se të ndiqte studimet për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Pas diplomimit, ai u përkushtua jo vetëm aktrimit, por edhe pedagogjisë, duke dhënë mësim në Akademinë e Arteve dhe duke shërbyer më vonë si dekani i Fakultetit të Artit Skenik. Në teatr, Hasko interpretoi role të shumta që mbetën gjatë në kujdesin e publikut, ndërsa në kinematografi spikati për aftësitë për të ndërtuar karaktere të gjalla, plot humor dhe origjinalitet. Ai realizoi 32 role filmik, mes tyre filmat Njeriu me top, Përrall nga e kaluara, Koncert në vitin 1936, Radiostacioni dhe Shkëlqimi i përkohshëm, rol për të cilën u vlerësua edhe me çmimin e festivalit të filmit. Fal fort! Ju flet Tirana! Loja e tij artistike karakterizohej nga humori spontan, mimika e veçantë, përdorimi autentik i elementeve të dialektit të Labërisë, duke krijuar një stil unik interpretimi që e bëri menjëherë të dallueshëm për publikun shqiptar. Përveç kontributit në aktrim, ai përgatiti breza të tërë studentësh në Akademinë e Arteve dhe vuri në skenë dhjetra vepra dramatike. Për kontributin e tij të gjatë në artin shqiptar, Birçe Hasko u nderua me titullin Artist i merituar, më pas me titullin Profesor dhe Mjeshtër i madh. Në ndarjen e tij nga jeta, arti shqiptar humbet një prej figurave më përfaqësuese dhe më të dashura të tij. Njeriu duhet të grindet.